Industria kreative po shihet si një prej sektorëve me potencial për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Përmes artit, festivaleve, galerive dhe hapësirave kulturore, ajo po kontribon në krijimin e vendeve të punës, zhvillimin e turizmit kulturor dhe promovimin e vendit jashtë kufive. Një potencial të tillë paraqesin edhe hapësirat me vlera historike, të cilat mund të shndrohen në qendra të reja të artit dhe kulturës. Një prej tyre është edhe i shkolla në Marec, e cila synohet të shërbejë si hapësirë për rezidencë artistike dhe aktivitete kulturore. Ndërkohë, Instituti i Artit Bashkëkohor Arkiv në Pej ka shënuar 4 vjetorin e veprimtarisë me hapjen e ekspozitës Residue të artistit Burim Berisha. Ekspozita përmbledh më shumë se 25 vjet krijimtari artistike dhe përmes skulpturave e instalacioneve sjell dhe reflektime mbi kujtesën, transformimin dhe gjurmët që lëm pas njerëzit në ngjarjet. Janë paraqituna disa prej veprave më eksperimentale, që përmbledhin nisë prej kulturave që janë të vendosura në obor, ku janë që përkasin formës më tradicionale. Në këtë ekspozitë, skulptura ndërthuret me materiale të ndryshme, duke krijuar një dialog mes së kaluarës dhe së tashmes. Artisti përdor mediumet e skulptura dhe udhëtimeve për të krijuar një përvojë që na bën me mendu, jo vetëm për kalumen, por edhe për marrëdhënien që kemi me to edhe sot. Për arkivin, arti bashkëkohor është një mundësi për të nxitur dialog kulturor dhe për të krijuar ura mes artistëve, komunitetit dhe publikut. Arkivi është një rast i veçantë për ta promovuar dialogun kulturor. Arkivi dhe Peja ka një histori, sepse dita e parë e arkivit ka qenë në Pejë dhe pikërisht në këtë shkollë, e shkolla jo rastësisht është objekti më i vjetër shkollor në territorin administrativ të komunës së Pejës. Ekspozita Residue do të qëndrojë e hapur për publikun, ndërsa arkivi përmes programeve dhe aktiviteteve të tij synon të vazhdojë të kontribojë në zhvillimin e skenës së artit bashkëkohor, industrisë kreative dhe promovimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare.